Një 31 vjeçar ka tentuar të arretiset nga burgu i Shënkollit në Lezhë. Sipas burimeve zyrtare, shtetasi Adriano Berisha ka arritur të dalë nga ambientet e institucionit të vuajtjes së dënimeve penale, por u arrit të kapet dhe të rikthehet në qeli brenda pak minutash. Sipas njoftimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, ngjarja ka ndodhur rreth orës 9:30 minuta të së premtes, gjatë një aktiviteti ndihmës për sistemimin e mbeturinave në regjimin e jashtëm të institucionit në mbikëqyrjen e punonjësve të sigurisë. Gjatë këtij procesi, personi në fjalë ka kaluar telin e perimetrit të jashtëm, duke tentuar largimin nga territori i institucionit. Menjëherë pas konstatimit, rreth orës 9:33 minuta, ai është kapur dhe neutralizuar në afërsitë e institucionit nga punonjësit përgjegjës, pa pasur rezistencë apo kundërshtim nga ana e tij dhe pas një incident apo rrezik për punonjësit apo komunitetin. Njëherë pas ngjarjes, janë njoftuar strukturat kompetente, përfshirë prokurorinë e juridiksionit të përgjithshëm Lezhë, shërbimin e kontrollit të brendshëm të burgjeve, përvijimin e procedurave ligjore dhe administrative përkatëse. Institucioni vijon funksionimin normal, ndërsa masat organizative dhe të sigurisë, por i shikohen në mënyrë parandaluese në funksion të përmirësimit të mëtejshëm të menaxhimit dhe sigurisë së pacientëve dhe stafit. Edhe në muajin shkurt të këtij viti, një i dënuar arriti të arratiset nga burgu i Shënkollit në Lezhë dhe u kap disa muaj pas ngjarjes në një banesë në Tiranë.